Përshëndetje, unë quhem Gritë Siti Miftari. Ndashti më besoni, ndashti jo, unë jam Bizanti. Ndryshe dhe der projekt Lajter. Tani do vazhdojmë me projektin e radhës. Projekti quhet Super Mario, Luigi, por në thelbin e tij e ka emrin Korridori. Tani që të regoj pak a shumë, këto janë instrumentet. Shihni? Ta janë hydraulik, si që ju e dini, dhe tani do fillojmë, që mos ju marrë shumë kohë. U bëm kohë pa u parë, di, por me thënë drejtën, nuk kam qenë dhe mirë fare, por edhe akoma nuk jam aty ku duhet, por unë ndihem mirë, domethënë, aq mirë sa që mund ta bëjmë këtë projekt së bashku, sepse vetëm së bashku ne mund të ecim përpara duke ndihmuar njëri tjetrin. Tani unë po ju tregoj projektin. Do marr një instrument të Marios, ta çmontojmë së bashku dhe do formojmë diçka. Këtu kam futat e faturën. Kaq është projekti. Ky është. Ju pëlqen? Atëherë, ta sqarojmë. Këtu, ashtu si që ju të gjithë e dini, çdo shtëpi ka ujë. Water, Wasser, voda e tjerë. Tani, këtu kemi kuzhina, kunazhim, këtu. Këtu kemi banjon, dushi, këtu. Dhe këto të dyja kanë ujë. Ndërkohë që uji kalon këtu, unë për shembull ne mund ta bëshim dhe kështu direkt, domethënë, që të shkoj nga dushi ku hy kryesori, shkon ke dushi, ke korridori, këtu është korridori, domethënë, këtu është kuzhina. Dhe pse duhet futet uji ke korridori dhe duhet jetë gjithmonë aktiv? Sepse këtu tani është një sensor zjarri që paralajmëron që nëse ka zjarr tek korridori, nga që kemi ujë ke shtëpia, tek korridori ndizet kjo edhe e shuan zjarrin. Dhe parandalon që zjarri të përhapet diku tjetër. Ta supozojmë kot që është ke dhoma ndetjes, zjarri, dhe kjo aktivizohet. Ai që është ke dhoma gjumit, që po flen, se po tjetë ke dhoma gjumit zjarri, ai e kupton direkt, domethënë dhe çohet pa u hap aq shumë, po të supozojmë kot që ndodh zjarri ke dhoma ndetjes. Dhe kjo aktivizohet
Dhe korridori është pika më e rëndësishme që nuk lejon që zjarri të deportojë në dhomat e tjera. Kështu që ai e lak të gjithë korridorin. Por unë do t'ja u tregoj edhe më shumë. Ajo quhet korridori. Pse? Sepse më përpara ka pas qenë një dhomë, dhoma e madhe korridor. Dhe rinë gjithë me një derë ka qenë dhe rishin gjithë burrat, gratë shërbenin, edhe misafirët e tjerë, do me thënë edhe ka qenë një dhomë e madhe. Por tani ne i themi, do me thënë, se ka qenë dhe i qikë strigjatë që kështu, ne i themi pjesa ku hymë, do me thënë, sepse kemi dhe dhomat e tjera, duke ardhur me kohën, duke u bërë më mirë. Kjo projekti korridor. Dhe tani unë do t'ja u tregoj dhe në një formë ndryshe. 2 minuta? Që më rave kjo të shik. Shajse. Atëherë. Në shihni besoj. Bëjmë pak lidhjen, cak. Këtu. Këtu. Pak lidhje. Ashtu dhe. Tani kemi këtë letën këtu, do bëjmë pak zjarr. Bukur, që ta shohim. Na atëherë, fillojmë. Këtu tani do ta siç e shihni, është si aty, do me thënë, është banjo, dushi, WC, kurce. Tani kemi këtu, kemi kuzhina, thoni si doni. Isoj është, do më thënë, ca i thënë zhë, ca i thënë gjë, ca i thënë gjë, gji, okej. Këtu, do më thënë, uji vjen këtu nga poshtë, do me thënë, vjen këtu, futet në guzhin ose në WC dhe kalon në guzhin, kurse ne kemi dhe një ndëhyrje tjetër, tani këtu, që kalon në korridor. Mund tjetë edhe direkt nga WC-ja që të kalojnë korridor dhe që të bëhet si në formë uje. Për arsye që tjetë gjithmonë i qarkullueshëm, po unë e kam nxjerrë kështu direkt. Tani, që mos ju marrë dhe ju shumë kohë, do ta demonstrojmë projektin. Çdo shtëpi, pra tham, ka ujë. Dhe çdo shtëpi e ka këtë me senzorin, këtu. Po ta shihni, 2 sekonda këtu. Këtu është kjo koka që del uji. Ju e dini ato që fikin ujë, do me thënë që janë sipër, mund ta vejmë dhe koka nësore, mund ta veni ku doni, dhe kanë senzorin e zjarrit, këtu. Dhe në qoftë se del zjarri, kjo aktivizohet dhe e lak gjithë korridorin këtu dhe nuk e lejon që nga dhoma e ndetjes, për shembull, të shkojë ke dhoma gjumit ose ta supozojmë kot nga kuzhina, këtu ta demonstrojmë me kuzhinën. Nga kuzhina të shkojë ke dhoma gjumit. Nuk e lejon. Ai që ka lek ose ata që kanë më shumë lek mund ta bëjnë gjithë shtëpinë, domethënë që të kenë nga një kështu që dalë uji edhe ta fiki.
Dhe kjo për shembull mund të aktivizohet edhe nga administratori i pallatit. Ai aktivizon për shembull me një buton ose me një aplikacion që të hapet për shembull 4B-ja, si në lojën e shahut për shembull. Edhe ose të hapi një kat komplet, një rjesht, një pallat komplet që të aktivizohen këto, qofse si që dini ju ka marrë flak një pallat në Shqipëri aty, edhe në shumë shtete tjera ka flak gjithmonë. Edhe në për diskoteka kanë vdekur shumë njerëz. Kurse me këtë gjë, nga që gjithandej ka ujë, mund të parandalojmë që të vdesin njerëzit. Do me thënë, ndoshta ndonjë rast mund të kaloj, po mund t'japim diçka më shumë për mbrojtjen. Edhe zjarfiksi e ka diçka në dorë më shumë. E kështu, tani çfarë desha thosha më kjo këtu, le ta demonstrojmë mirë. Atëherë. 2 sekonda. Po. Se ju duhet ta shihni këtë. Prit. Ta marrë më mirë këtu. Okej. Si ta mbajmë këtë tash. Okej, vej tash. 2 sekonda. Shihni? Nuk e di a shihni. Kjo vije flakën kështu po. Ashtu. Kjo tash më flak këtu. Edhe këtu tash dizet kjo. Kjo që ka dhe nga lartë, në qulla gjithë shpinë. Tashi, këtu u fikë. Ju thëni, këtu përfytyroni që fëmit tuaj janë këtu. Ose gruaja juaj. Dhe nga kjo për shembull ai shpëton. Dhe kjo është, për mendimin tim, një gjë shumë e mirë. Dhe mendimi im është, do me thënë që këtë unë nuk e realizoj dot, sepse unë jam një person. Kjo është, do me thënë, për ju. Dhe gjithë shtetet duhet t'ja u din ju për nder, ju presidenta, kryeministra të çdo shteti, sepse ju jeni ato që e veni apo nuk e veni zbatim, ju e vendosni. Unë ju jap këtë mendim dhe për arsye që edhe të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse ashtu funksionon. Herë më ke ndihmu ti, herë të ndihmoj unë, herë më ndihmon prap ti, herë të ndihmoj prap unë. Shpresoj që t'isha i kuptueshëm. Ky do me thënë është projekti Korridori, për ata që nuk kanë shumë lek, ata që kanë më shumë lek mund të kalojnë në çdo dhomë, do me thënë të shtëpisë, edhe të ketë një shpëtim. Shumë faleminderit. Ky ishte projekti Super Mario Korridori. Ka i qik formë kështu. Faleminderit.